Nuk ka rëndësi pra mënyra se si bën 61, 80, 90, bë 30, bë 10, po desh le edhe një. Mund të lesh edhe një dhe mjafton menaxhoj mirë. Kjo është i gjë krejt tjetër. Mënyra se si ti e zbaton atë, mënyra se si i qaset ti me legjislativin, mënyra se si ti sille mënyrën nga pamje organizative, mënyra se si ti e financon atë sa para ti i jep sa para i mbledh, mënyra se si vetë bashkitë organizojnë dhe bëjnë një qeverisje të zgjuar, jo të rrisin shpenzimet dhe të harrojnë investimet, sepse sot e vetmja statistikë zyrtare që qeveria përdor për suksesin e reformës, është sot janë rritur shpenzimet. Po kjo nuk më tregon gjë shumë të madhe, për mua duhet ishin rrit shpenzimet. Qeveria i ka dhënë shumë para bashkive, po e vërtet që i kanë dhënë, po për mua A janë kthyer në shërbime? A janë kthyer në cilësi shërbimin, a kanë bajt qytetarët aty ku janë, a vaditet më shumë tokë, a mbrohen më shumë pyje dhe kullota, pra a ka më shumë vende pune për të ri, pra këto para që ka dhënë qeveria, shumë mirë ka bërë, por qëllimi është që ja kanë rritur kapacitetet e bashkive që këto të mbledhin të ardhurat e vetë, atë sigurojnë qëndrueshmërinë e vetë, pra shifra që thonë janë rritur nuk është tregues shumë i mirë. Çështja e menaxhimit është problem për mendimin tim, por çfarë të them tash, kjo është kultura, këto jemi ne, kjo është Shqipëria, këto janë burimet njerëzore, kjo është inteligjenca intelektuale zgjedhur që kemi ne dhe po ju jap vetëm një shifër gjatë këtyre 10 viteve nga 61 titullar bashkishe nën kryetar.